Nuk do të shpallet epidemi në Gostivar derisa të përcaktohet shkaku i rritjes së numrit të personave me shqetësime në stomak. Këtë deklaroi ministri i Shëndetësisë Sasho Klekovski pas vizitës në Spitalin e Përgjithshëm të Gostivarit, duke theksuar se nevojiten më shumë anketa epidemiologjike për të identifikuar burimin e problemit. Sipas tij, numri i pacientëve që paraqiten me simptoma të ngjashme mbetet pothuajse i pandryshuar që nga 13 koriku. Първите пациенти се явили на нокта на 13. Pacientët e parë u paraqitën natën e 13 korikut dhe që atëherë numri ka mbetur relativisht konstant. Çdo ditë mbi 200 qytetarë kërkojnë ndihmë në spital. Në 24 orët e fundit janë regjistruar 100 ndërhyrje në repartin pediatrisë dhe 160 ndërhyrje në repartin infektiv. Ai sqaroi se pamja klinike është ngjashme tek shumica e pacientëve, të cilët paraqesin diare, të vjella, ndërsa një pjesë kanë edhe temperaturë. Shumica trajtohen për dehidrim me infuzione, vitamina dhe terapi simptomatike, pas së cilës lirohen për mjekim në shtëpi. Pas takimeve me drejtuesit e Spitalit të Gostivarit, ministri vlerësoi se personeli shëndetësor po menaxhon situatën dhe si institucioni disponon me të gjitha banët e nevojshme për trajtimin e pacientëve. Ai u bëri thirrje qytetarëve të Gostivarit që të bashkëpunojnë me shërbimet epidemiologjike gjatë plotësimit të anketave dhe kryerjes së analizave shtesë, në mënyrë që të zbulohet shkaktari i sëmundjes. От вчера се взема копрокултура за Nga dita e djeshme po merren mostra për koprokulturë dhe po kryen të gjitha analizat e nevojshme laboratorike. Gjithashtu është zgjeruar testimi edhe për adenovirus dhe rotavirus. Në hetimet epidemiologjike janë përfshirë më shumë institucione dhe po shqyrtohen të gjitha mundësitë, duke përfshirë metalet e rënda, parazitët, viruset dhe bakteret. Na duhen më shumë anketa epidemiologjike për të gjetur shkaktarin dhe për të lidhur atë me burimin e mundshëm. I pyetur nga gazetarët lidhur me deklaratën e drejtoreshës së ndërmarrjes publike komunale, sipas së cilës uji nuk është shkaku i sëmundjeve, por ushqimi, ministri theksoi se vlerësimin duhet ta japin epidemiologët. Нито аз, нито директорката на явното предприятие сме As unë dhe as drejtoreshja e ndërmarrjes publike nuk mund të përcaktojmë shkaktarin. Për këtë janë kompetent epidemiologët, Qendra për Shëndet Publik dhe Instituti i Shëndetit Publik. Duhet presim vlerësimin e tyre profesional. Jo zyrtarisht mund them se gjasat që rreth 1000 persona u telmohen nga ushqimi janë shumë të vogla. Për më tepër, kjo situatë vazhdon tashmë 4 ditë. Prandaj logjikisht ushqimi për mua përjashtohet si burim i mundshëm. Ai shprehu bindjen se rezultatet shtesë të analizave të ujit nga ujësia si Gostivarit do të jenë të disponueshme nga dita e hënë.